Të vjeni këtu, si shpo e sheni, kjo është aksioni i radhës i organizatave të shoqërisë civile, me cilin përmes këtij aksioni protestues ne po shfaqim pak nacion tona lidhur me mos konstituimin e kuvendit edhe gjatë kësaj dite me gjatë do të vazhdoj rutina e njëjtë, seanca e 37 do të mbahet dhe vazhdojmë kemi një blokadë nga gjithë deputetët e kuvendit të Kosovës. Si organizata shoqërisë civile, në të kaluarën e kemi pas edhe një performancë, kemi bërë takime me partitë politike dhe kemi shpreh shqetësimet tona për mos funksionalizimin e kuvendit të Kosovës. Dhe ky do të jetë aksioni i vazhdueshëm nga sot e tutje në çdo të dytën ditë, si do të vinë edhe deputetët në kuvend, edhe ne do të jemi këtu për të kundërshtuar blokadën që është krijuar nga partitë politike dhe nga deputetët e zgjedhur në zgjedhjet e nënshme. Ajo çfarë po shohim është që ndonë për gjithë qytetarët, për publikun në përgjithësi, kjo situatë tashmë i ka kaluar gjithë kufijtë e normales dhe është bërë bold, siç po thonë edhe disa prej pankartave tona. Të vetmëve që nuk po bëhet vonë e nuk po është bërë bold, duke që janë deputetët e kuvendit, cilët me një papërgjësi të plot janë duke trajtuar situatën aktuale si diçka të zakonshme, ndonë se situata nuk është e tillë, dhe që tashmë kuvendi shndruar në një cirk të demokracisë i cili po vazhdon me shfaqjen e njëjtë tragjikomike, ku çdo 48 orë deputetët mblidhen për disa minuta punë dhe ndonë se po shohim që të njëjtëve pagat po ecin, puna e tyre e marrë së bashku që nga momenti kur është duke u tentuar që të konstituohet kuvendi, mezi arrin 2 orë të plota efektive pune. Prandaj ne si organizata të shoqërisë civile besojmë që është koha e fundit që deputetët të thrasin arsyes dhe që të njëjtit të arrijnë që të kenë një marrëveshje politike, e cila normalisht është përgjithësi kryesore e partisë fituese të zgjedhjeve, e cila ka barrën më të madhe të përgjithësisë, në mënyrë që kjo krizë të marrë fund. Dhe së dyti, qëndrimi jonë si organizata të shoqërisë civile është që as gjykata kushtetuese nuk mund ta zgjidhë këtë ngërç, për shkak se problemi kryesor në situatën e tanishme është mungesa e vullnetit politik e jo i mekanizmave procedurale ligjore. Dhe edhe po të ketë vendim të gjykatës kushtetuese në raport me ankesën e cila është duke u trajtuar, prapë se prapë do duhet që deputetët të tregojnë vullnet politik për të tejkaluar inatet e tyre, e që këtu normalisht barën më të madhe e kanë edhe liderët e partive që janë ata të cilët duke që e kanë vendimarrjen dhe që në disa raste i kanë shndruar deputetët edhe vetëm në numrat votimit.